të avokatisë të krimeve të tyre. Sot nuk mund të trajtonte asnjë çështje tjetër përveç mandatit të Lubi Balluku, mandatit i cili po kërcënon sot procesin më jetik të qytetarëve shqiptar, po kërcënon në mënyrë thelbësore, në mënyrë decisive integrimin ton në Bashkimin Evropian. Edi Rama, si bashkhajdut, fsheh shqiptarëve mesazhin ultimativ që morin Bruksel për sa i përket mandatit të Lubi Ballukut dhe pengesës. Mori këtë mesazh, zoti Berisha? E morin nga Bashkimi Evropian autoritetet më të larta të këtij bashkimi, të cilët i bën të qartë ata se referuar deklaratës të kryetarit të Këshillit, presidentit të Bashkimit Evropian, zotit Antonio Costa, Shqipëria u diskutuam dhe për gjendjen kritike të Shqipërisë. Pra ky është një moment kritik ta ketë të qartë çdo shqiptar. Është një moment kritik për fatin e të ardhmes sonë europiane. Edi Rams në mëngjes pas këtij takimi ju bëhe qartë në takimin me përfaqësuesit e vendeve më kryesore të Bashkimit Evropian se nuk do të tolerohet në mënyrë absolute udhëheqin dhe që përcaktojnë për që më specifik, zoti Berisha. Vendet kanë qenë disa vende, unë nuk po i nxjerr me qenë se nuk bëhen dot zëdhën si tyre, por ju garantoj që kjo ka ndodhur. A është Gjermania një ndër to? Pa diskutim që Gjermania është vend kryesor dhe Gjermania, mendoj unë, me 2 vizitat e fundit që janë bërë të ministrit jashtëm dhe që ishte vizitë rajonale, por dhe të ministrit për çështjet europiane direkt në Shqipëri ka bërë të qartë se nuk do të toleroj më tej bllokimin e drejtësisë, mbasi ju duhet ta dini që në çdo kancelari ato që ne dim për Akshin, ato që ne dim për lindën e mirëlindjen e Akshit dhe lindjen e Surrelit, për Baxhon e Ramës, Armand Frangun, ato janë vetëm maja e icebergut. Çfarë din të tjerë fal deponimeve, dëshmive jashtëzakonisht tronditëse të Geron Meçës dhe jo vetëm Geron Meçës, sepse del që ka dhe dëshmitar të tjerë tani të penduar, të cilët kanë bërë autopsinë, por duhet u them këtu, autopsinë më të plotë të Akshit e ka bërë videoteka dhe fonoteka e Ergys Agasit. Ajo është një rezervuar krimesh monstruoze. Aty janë të regjistruar ministra, Edi Rama vet Edi Rama, gjyqtar, prokuror, zyrtar tjerë të lartë, të cilët janë delinkuentë, janë lule, ato që ndigjoni për të tjerë në vende tjera, çfarë ndodh në videotekën, çfarë gjendet në videotekën dhe fonotekën, se ky ka qenë një manjat që sa vije kamën brenda zyrës tij të regjistronte zërin dhe të filmonte çdo gjë. Po nga i dini ju, zoti Berisha? Jo, këto unë mund di dhe më shumë, por që nuk duhet ta devjoj diskursin, sepse duhet të mbetet diskursi duhet të mbetet tek 100 milion euro të cilat janë vjedh nga Armand Frangu në emër të Edi Rams dhe Linda Rams, nuk duhet të devjoj diskursin, sepse skandalet e mëdha që kanë dalë aty ka vrasje, janë kryer vrasje me porosi, janë kryer krime monstruoze që të gjitha në funksion të pasurimit dhe të zgjedhjeve, të fitimit të zgjedhjeve nga Edi Rama. Pra, kemi të bëjmë me një përpjekje djallëzore, të thoja,
për të shkelmuar interesat e qytetarëve shqiptar në proces të integrimit evropian, për të sakrifikuar këto interesa dhe mbrojtur Edi Ramën, Lubi Ballukun dhe në pre procesin e integrimit, por shqiptarët nuk do e pranojnë. 20 shkurti po vjen, 20 shkurti është dita e kryengritjes më të madhe në historinë e Shqipërisë pas 20 shkurtit vitit 1991. Zoti Berisha, kam një pyetje për sa i përket protestës. Në 2 protestat e fundit, pasi keni përfunduar fjalën në podium përpara serisë së qeverisë, ju jeni larguar, keni shkuar drejt zyrës, ndërkohë protestuesit i keni rënë pa liderin e tyre, kryetarin e Partisë Demokratike, dhe është cilësuar si një protestë kur kanë shkuar tek parlamenti pa udhëheqës. Cilat janë, jo, ato kanë patur udhëheqës dhe udhëheqës shumë të Jo, ato kanë patur udhëheqës dhe udhëheqës shumë të fortë. Ke gjithë kryesia e Partisë Demokratike ka qenë në krye. Tani e gjithë kryesia ka qenë në krye dhe deputet kanë qenë në krye. Ata kanë qenë të udhëhequr dhe jashtëzakonisht sigur. Zoti Berisha, ju e dini rëndësinë tuaj në krye të protestës. Në fakt ju e keni pasë sa mirë kanë se sa fuqishëm kanë protestuar ata. Kështu që Sali Berisha çdo minutë ka qenë me ta dhe ndjekjet tyre. Tek parlamenti s'keni qenë, zoti Berisha. Unë po them këtë që them. Edhe kam dhe një pyetje tjetër. Ju tha që zoti Rama u bën përpjekje për të mbrojtur si zonjën Balluku dhe veten. Ka një udhëzim tashmë që juristët socialistë së bashku me ekspert ndërkombëtar po përgatisin për të mbrojtur për shkak të pezullimit që ka bërë Sfaku dhe gjykata e posaçme ndaj zonjës Balluku për të mbrojtur anëtarët e qeverisë që të mos pezullohen nga drejtësia, gjithashtu edhe disa organet e tjera monokratike. Partia Demokratike, ai do i bashkohet kësaj nisme për të bashkuar votat me ta për kundër drejtësisë një farë mënyre? Qytetar shqiptar, Partia Demokratike nuk do të pranojnë absolutisht asnjë lloj përpjekje për të krijuar mburojë ligjore për hajdutët, për organizatën kriminale të kryesuar nga Edi Rama, qeverinë shqiptare që vjedh ditë e natë qytetar shqiptar. Por kuptoj se ky ultimatum, ky paralajmërim, ky karton i zi i është treguar Edi Ramës dhe nga mbar komunitetin ndërkombëtar, domethënë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Me ftesën që i bën Edi Ramës dhe ato që i thanë, me deklaratën që bëri këtu e ngarkuara me punë Ambasada e Shteteve të Bashkuara për duke kurzuar bashkëpunimin me Shqipërinë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, me heqjen dorë nga çdo lloj pengese të sistemit drejtësisë, Edi Rama do ta bëjë. Një gjë, ju them qytetarëve, nuk ka ky asnjë lloj interesi përveç mbrojtjes së krimeve të tyre. Ky është i gatshëm të shkelmojë çdo interes të qytetarëve shqiptar, çdo interes kombëtar, çdo interes shoqëror, gjithçka tjetër për të mbrojtur krimet monstruoze. Ky vetëm në Aksh ka përvetësuar mbi 600 milion euro janë të zhdukura, vetëm me Akshin. Dhe tani kërkon të krijojë një kompani, sigurisht në sqetullën e tij privatin Bazhanakun, në mënyrë që të vazhdoj prap të thith gjakun shqiptarve duke përvesuar qindra milion tjera. Shikoni rrugë ju. Ju merrni një gjë. Çfarë është për ju rruga Qukës Qaflloç? A nuk është kjo rrugë simboli shembjeve në të gjitha segmentet si asnjë rrugë tjetër? Kush e ka ndërtuar këtë rrugë? Ka ndërtuar këtë rrugë ndërtuesi që i ka bërë Edi Ramës dhurat pallatin Paj të zonjës Rama, ndërtuesi, kompania e cilit ndërtoi pallatin në Paj, nga themelet në trull jo publik, trull është i tyre, në trull të pallateve, në sheshin e pallateve që nuk mund të ndërtohej dhe ka paguar gjithçka për pallatin ai vet, edhe regjistrimin e ka bërë në emër të vet. Ky si ta quajmë tash, ky që bën dhuratën pallatin Paj me rrugën. Dhe rruga i shemet në çdo segment.
Dhe ka një segment që rrugën e ndërton me 9 kilometër pa ura, pa tunele. Dhe rruga nga 73 milion i shkon çmimi në 330, të tjerë thonë në 400 milion euro. Çfarë ndodh këtu? Ato ndahen me Ramën dhe Lubin. Pra, po dalin ujrat e zezat të organizatës kriminale, po shpërthejnë në të katër anë. Përveç shqiptarëve, asgjë tjetër nuk mund të shtojë Shqipërinë. Një koment që ende vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është votuar në fleturën zyrtare. A keni një informacion pse akoma? Sepse nëse vendimi i parë që i interesonte Edi Rams u publikua brenda 2 orëve, vendimi tjetër mbahet në sirtar, nuk zbardhet nga famozja që kryeson gjykatën, e cila është një militante e verbër e Partisë Socialiste, nuk zbardh vendimin në mënyrë që Belinda të Lubia të ketë kohë për të shkatruar dokumenta bashkë me Ramën. Ju e keni pa kamion, po çdo natë me thas, me baule, dalin nga kryeministria për të zhdukur gjurmë krimesh. Të gjitha janë zhdukje gjurmë krimesh. Kështu që sigurisht e vonon kryetarja e gjykatës, një militante e verbër e Partisë Socialiste, por edhe ajo do përfundojë ku e kanë vendin ata që nuk zbatojnë ligjin dhe kushtetutën. Zoti Berisha, u teprua sot me fjalët e përdorura, me fjalën e përdorur në kuvend, a jeni penduar tashmë pas 2 orësh? Unë nuk isha ndëgjuar kur ndonjëherë gra të përdori fjalë të pista siç përdorin deputetët socialiste. I ndëgjuat vetë ju. Nga të dyja palët, nga ju dhe nga ata. Jo, absolutisht. Ato përdorin fjalë të turpshme, po atyre nuk ka se po mbrojtë hajdutën mund bësh çdo gjë pastaj. Kurse ato gjoja u revoltuan nga një fjalë që në fakt po ta shofish është absolutisht edhe gjysmë letrare. Po, më thoni mua për ata që e dinë shqipen mirë, ajo fjalë është si gjysmë letrare. Për atë e përdoret ju për kuptimin letrar. Unë e përdora në kuptimin asaj që të mos e prish gojën time. E përdor. Kur do mbaroj kilometri i fundit, zoti Berisha? Urdhoni? Kur do përfundoj kilometri i fundit? Kilometri i fundit përfundon me përmbysjen e këtij regjimi narko. Shqiptarët e kanë në dorë dhe janë shumë të vendosur. Faleminderit shumë. Po vazhdon ajo atje. Kemi ndjekur kështu edhe fjalën e